Përshëndetje miq të dashur dhe ndjekës të këtij kanali. Paqja e Zotit me ju të gjithë. Sot, sikurse mund ta shikoni, do flasim për temën e gruas dhe në fakt gruas shpirtërore. Është një temë që vjen pas mësimit që kemi bërë pikërisht për burrërinë, burrëria sipas Biblës. Çdo thotë është një mashkull i vërtet ose një burr i vërtet. Për ata që s'e kanë parë, i sugjeroj të kërkojnë tek kanali dhe të kthehen nga video. Po sot pikërisht do flasim për gratë. Pra për gratë shpirtërore ose gratë e perëndishme. Ne në shqip kemi dhe shprehjen e përshpirtshme, por që ne nuk e përdorim si fjalë. Është sinonimi i fjalës shpirtërore, domethënë. Kështu që do shohim në këtë mësim se çfarë mëson Bibla për gruan dhe çdo të thotë është një grua shpirtërore. Një grua që do Perëndin dhe jeton për të pasur një rritje shpirtërore mbi të gjitha në jetën e saj. Dhe pa humbur kohë, le të fillojmë dhe direkt shkojmë tek Bibla. Do marrim sot një varg nga Vjata e Re, nga letra e parë e Timoteut, kapitulli 2, vargjet 9 dhe 10. Dhe sipas këtyre vargjeve të Biblës, do vijojmë edhe me mësimin. Pra do të zbërthejmë të gjitha fjalët nga ky shkrim i shenjtë për të thelluar dhe për të parë pikërisht çfarë janë të rëndësishme në lidhje me këtë temë, pra gruan shpirtërore ose gruan e perëndishme. Dhe le të lexojmë, pra 1 Timoteut 2:9 shkruan: Po ashtu, gratë të vishen me rroba të hijshme, me thjeshtësi e maturi, jo me gërsheta e arë, as me margaritar e rroba të kushtueshme, por me vepra të mira, siç u ka hije grave që i druhen Perëndisë. Pra, është interesante nëse bëjmë një analizë të thjeshtë të këtyre shkrimeve, ka një koment shumë të shkurtër. Pra, shkrimi i shenjtë këtu, ku apostulli i frymëzuar në këtë shenjë shkruan pikërisht duke filluar nga veshja, pra fillon me pamjen e jashtme. Është aspekt shumë interesant, të cilën do ta shikojmë më me hollësi në vazhdim. Pra thot, gratë të vishen me rroba të hijshme. Pra veshja, rrobat janë të hijshme, të thjeshta, modeste, sa më femërore dhe jo vulgare. Pra kur themi e hijshme, është opozitë e fjalës vulgare. Pra të ketë aty shije, të ketë aspektin femëror, po jo vulgar. Pra dhe thuhet më tej me thjeshtësi dhe maturi. Pra thjesht dhe matur, pra të jetë një gjë e mirë menduar, dhe jo thjesht një gjë emocionale. Dhe thot, jo me gërsheta e arë, as me margaritar e rroba të kushtueshme. Që do të thot, vlera për femrën nuk është vlera e saj materiale, pra. Është pikërisht aspekti femëror me anë të cilës e ka bekuar Zoti për të qenë një femër. Dhe i shohim këto bekime më pas, ku vargu thot, por me vepra të mira. Vepra të mira, siç u ka hije grave që i druhen Perëndisë. Tani fjala i druhen Perëndisë nuk do të thotë thjesht të kesh frikë nga Zoti, por të kesh, si të thuash, përparësitë tënden, pikërisht faktin ose dëshirën e rritjes shpirtërore. Për që një grua që ka një zemër sipas Zotit, e cila dallon dhe ndrin në mes të tjerash ose në botë, aty ku ndodhet, kudo që ndodhet. Pra kjo është një analizë e thjeshtë dhe më me hollësi le të vazhdojmë më tej, duke pasur këto vargje në mendje, le të vazhdojmë më tej më me hollësi në lidhje me këtë temë. Pra hyrja, këtu jemi tek hyrja, e kemi emërtuar identiteti i gruas sipas planit të Perëndisë. Pra mos harrojmë diçka, pse identiteti, sepse të gjithë jemi unik para Perëndisë. Dhe sipas Biblës, ne besimtarët e krishterë besojmë që çdo njeri është unik përpara Perëndisë. Dhe Perëndia, që është personal, dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me secilin prej nesh. Por ama një gjë e bukur që është, që shohim shumë mirë në shkrimin e shenjtë, është që Zoti na do që të gjithëve, si bitë dhe bijat e tij. Dhe në të rreth jemi vëllezër dhe motra,
jetojmë në dashuri dhe në të vërtetë. Por ama çdo njeri ka identitet të veçantë. Në Bibël na thuhet që Perëndia e krijoi njeriu sipas identitetit dhe sipas shëmbullimit të tij. Pra shvargu shumë më tej, pra krijoi dhe gruan sipas shëmbullimit të tij. Na thuhet tek Zanafilla 20:27. Pra kemi, si të thuash, grimcën e krijuesit ton në natyrën tonë. Pra ky është identiteti jonë, është identitet shpirtëror. Pra kjo është mjaft më rëndësishme që ta dimë. Pra nëse besojmë që jemi krijuar sipas shëmbullimit të Perëndisë, si burri dhe gruaja, po të dy janë njeri, atëherë duhet besojmë atë që Bibla thotë që identiteti jonë është shpirtëror. Perëndia është frym, na thuhet në Bibël, është shpirt, është shpirti i shenjtë. Dhe si të tilla e krijoi dhe njeriu. Por njeriu pastaj ra në mëkat, sikurse e dimë, me që na koha Adamit dhe Evës, ku dëgjuan këshillat e angjëllit të rënë, pra Luciferit, që njihet si Satanai, i cili e mësoi njeriu që mos t'i bindet fjalës së Perëndisë, por t'i marrë vetë vendimet. Dhe kështu ai do bëhet si Zoti, pra gënjeshtra do, ndërkohë që njeriu ishte si Zoti, pra ishte në shëmbullimin e Perëndisë. Por Satani duke çuar njeriu në armiqësi me Perëndin, pra në mosbindje, i bëri që njeriu të bjerë dhe gjendja e tij është e rëndë deri më sot, është në mëkat. Por ama sikurse e shohim te titulli, Perëndia ka një plan për njeriu. Sikurse ka dhe një plan për gruan e perëndishme që kërkon t'i pëlqejë Zotit. Kurse ne do shohim në vazhdim. Dhe sikurse tham, gruaja krijuar sipas shëmbullimit të Perëndisë, por ama problemi është që gruaja, sikurse dhe burri, ra në mëkat dhe ra nga kjo natyrë. Dhe ra në natyrën materialiste, në natyrën egoiste, në natyrën e dyzuar, ku vetë në njerëzit vendosin çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe për ne. Pa ndihmën e Zotit. Pra kjo është masa e gjerë e njerëzimit dhe historisë që ne kemi krijuar deri më sot. Dhe kjo gjendje mëkatare, ku ne vendosim vetë pa fjalën e Perëndisë dhe pa drejtimin e Frymit të Shenjtë, na çon neve, sikurse dhe gratë, në shumë probleme të jetës. Dhe problemi i parë që gruaja ka sot është pikërisht problemi i identitetit të gruas. Pra gruaja në masë të gjerë flasim, në pjesën ndërmuese të botës, në shoqërinë e sotme, nuk arrin të kuptojë identitetin e saj si grua. Dhe ky problem nxitet më së tepërmi se shpesh identiteti i saj formohet më tepër nga informacioni i jashtëm që ajo has në përbot, sesa nga vetë plani i Perëndisë që ne gjejmë në Shkrimin e Shenjtë, që Perëndia ka për gruan. Dhe duke u formuar identiteti i gruas më tepër nga bota, pra bota për ne krishterët është çfarë ndodh në një botë që nuk e njeh Zotin dhe nuk do të ecë sipas fjalës së Zotit. Atëherë kjo botë prodhon informacion, prodhon rryma, prodhon tendenca, prodhon mësime, prodhon këshilla, e lloj teorish dhe filozofish, që janë në kontradikt dhe në kundravajtje me Zotin, me fjalën e tij. Dhe kur identiteti i gruas formohet nga këto fjalë, pra nga fjalët e botës, dhe jo nga fjalët e krijuesit të gjithësisë, që ka krijuar si gruan dhe burrin sipas shëmbullimit të tij, atëherë këtu fillon problemi i identitetit. Prandaj edhe një pjesë e madhe e grave sot vuajnë pikërisht për të gjë, sepse kanë pikërisht këtë, si të themi, luhatje emocionale, të paqëndrueshmëri psikologjike, këtë dhimbje të brendshme, këtë paqartësi për jetën, këtë pasivitet, mungesë orientimi, mungesë qëllimi. Pra nuk ka një balancë në vetvete gratë sot, dhe kjo mungesë balance është shfaqur në mas gjerë dhe tek burrat, siç e thamë të mësimit kaluar. Në fakt duhet të jenë, siç e themi në gjuhën shqipe, trau i shtëpisë, duhet të jenë qëndrueshëm. Por edhe burrat janë të paqëndrueshëm. Madje në shumë shoqëri, madje gratë po bëhen si burra dhe burrat po bëhen si gra. Sepse gratë po i zën rolin burrave, sepse burrat po bëhen të dobët dhe të paqëndrueshëm. Dhe gjithë kjo ndodh sepse është problemi i identitetit.
Nëse nuk besojmë që ne jemi qenie shpirtërore që jetojmë në një trup, po themi jemi një trup që ka një shpirt, atëherë këtu fillon problemi. Dhe është problem shumë i madh problemi i identitetit njerëzor sikurse identitetit gruas. Kështu që një këshill e parë që mund të ndajmë këtu për motrat në besim dhe për ato gra që kërkojnë që të rriten shpirtërisht, rritja shpirtërore është rritje në besim dhe ka vetëm një rrugë për të rritur shpirtërisht. Të kërkosh Zotin, pra ti lutesh atij dhe të shkosh te fjala e tij. Fryma e shenjtë do të shkojë te fjala e tij që është në Biblën e shenjtë. Dhe aty do mësosh të gjitha të vërtetat dhe do formohet identiteti jot sipas planit të Perëndisë për ty. Dhe kur mëson planin e Perëndisë për jetën tënde, atëherë do jetosh një jetë të balancuar, sepse për ditë më shumë do largohesh nga mëkati dhe do afrohesh me natyrën e shenjtë të Perëndisë, që të shenjtëron. Fryma e shenjtë na shenjtëron sipas mjetit, instrumentit që Perëndia na ka dhënë. Që është fjala e tij. Fjala e tij që sot e predikon dhe mësojnë kishat. Por mund të mësohet edhe në burime të tjera, sikurse ne kemi edhe këtë kanal Lavdi Zotit. Pra, çfarë ndodh? Që fillojmë te kjo temë, në fakt është një temë edhe sociale. Pra, bota sot në masë gjërë thotë që femërorja, pra aspekti femëror është subjektiv. Pra do thotë që si thua është diçka e sajuar, le të themi. Sipas ideve të ndryshme njerëzore, madje lidhen dhe teori që burrat kanë abuzuar, si thua, me këtë gjë, duke i dhënë vetes vetë merita, dhe duke nështruar gratë, duke i shtrajtuar. Dhe ku dalin dhe lëvizjet feministe, të tjera me radhë. Pra këto janë thjesht tradita njerëzore, dhe ne themi bota. Dhe bota ka shkuar deri aty sa thotë femërorja subjektive, pa ti nëse nuk je dakord ti je femër, mund të ndroshë gjinin, bëhesh mashkull ose transgender ose të tjera. Dhe në botë sot kemi 88 gjini që numërohen. Që është e vërteta është një gjë që e pa menduar dhe sikur më parë, 88 gjini. Dhe ti mund të heqësh dorën nga femërorja. Pra mund të rreshtësh si qenur i femër, si qenur grua dhe zgjedh një nga këto 88 gjini. Ku midis tyre ka dhe kafshë, ka dhe mace, ka dhe qen, ka dhe. Pra në këto faza është bota sot. Dhe lavdi Zotit që është vetëm bota më e avancuar ekonomikisht. Kryesisht në Perëndim, në Shtetet e Bashkuara, një nga këto 88 gjini. Lavdi Zotit që vendet që janë më pak të zhvilluar ekonomikisht, janë më të varfra, duke qenë se kanë halle më të mëdha, nuk e kanë parë të arsyeshme të hidhen te këtë ide. Por sapo njeriu fillon të ketë një gjendje më të mirë financiare, direkt kalon pastaj tek këto gjëra që vetëm sa e largojnë nga Perëndia. Të mos harrojmë pam identitetin. Nëse Perëndia dikë e ka bërë mashkull, dikë e ka bërë femër, kjo do të thotë se ai ka një plan për ta. Pra nëse dikë e ka bërë burr, ka një plan për atë burr. Nëse dikë e ka bërë grua, ka një plan për të si grua. Kështu që këtu janë rrugët. Ose do ecim me fjalën e botës, që thonë nuk ka mashkull, nuk ka femër, janë thjesht koncepte, dhe ti zgjedh vetë çfarë duash, madje edhe kafshë mund të bësh. Ose të ecësh sipas fjalës së Zotit, që është informacioni i përjetshëm, që s'ka për të rreshtur ndonjëherë. Fjala ime mbetet për jetë, thotë Zoti. Dhe vetëm aty kuptojmë që Perëndia ka një plan dhe qëllim të qartë për secilën grua që ai ka krijuar dhe ka sjellë në jetë. Dhe çelësi për të kuptuar këtë plan është pikërisht perëndishmëria, por i themi, sepse ne nuk kemi term për fjalën spiritualiteti, që është një fjalë galatinishtja. Pra kemi për shpirtëmëria, por është e vështirë edhe ta thuash dhe është e papërdorur. Kështu që do referohemi këtë mësim si perëndishmëria ose rritja shpirtërore. Pra për të kuptuar planin e Zotit për jetën tënde, është vetëm rritja shpirtërore ose perëndishmëria ose rritje në perëndishmëri, që vjen sipas njohjes së fjalës së Zotit në Biblën e shenjtë. Vazhdojmë më tej, çfarë është perëndishmëria? Dhe kthehemi te vargu që lexuam më parë, dhe do shohim vetëm një pjesë të tij, te 1 Timotheu 2:10, na thuhet siç i shkon grave ose siç i shkon për shtat, grave që i druhen në klapa përkushtohen Perëndisë. Pra thamë që fjala i druhen nuk është thjesht të kesh frikë nga Zoti, edhe pse frika e Zotit është një frikë e shenjtë që është burim, hap burimin
e urtësisë që vjen nga lart tek ne, është hapi i parë për të pasur urtësinë e Perëndisë, është frika ndaj Zotit. Është frika e shenjtë. Perëndia është dhe duhet marrë seriozisht qëllimi i tij për jetën tonë. Por vargu thotë, si që shkon për shtatë grave që i përkushtohen ose i druhen Perëndisë. Çfarë kuptojmë te kjo gjë? Çfarë kuptojmë ti përkushtohesh vetë Perëndisë? Do thotë që të jesh e krishtere. Do të thotë të përkushtohesh perëndishmërisë ose aspektit shpirtëror. Të ndryshe, nëse vendos të jesh e krishtere, pra të jetosh sipas vullnetit të Zotit, dhe nuk i përkushtohesh aspektit shpirtëror, pra arritjes shpirtërore, fjalën e Zotit, me lutje, me bashkësinë e besimtarëve të tjerë, atëherë duhet shumë e vështirë kjo rritje shpirtërore. Sepse këto tre hapa janë në fakt ABC-ja e krishterimit, janë abletarja. Pra lutja që është komunikimi me Zotin, nuk është ritual. Lutja është ne flasim me Perëndin dhe dëgjojmë nga Perëndia. Pra Perëndia na flet në frym për brenda. Por edhe na dëgjon lutjet. Pra lutja është e para, është aja. Fjala e Perëndis është bëja, le të themi, që do thotë ne njohim sa më shumë Perëndin dhe planin e tij për jetën tonë, dhe thellohemi në shkrim dhe fjala e tij fillon afet. Pra na flet dhe na tregon vetë atë që thamë, pra identitetin, karakterin, zemrën, dhe na jep urtësi për të marrë vendimet më të mira për jetën tonë. Sikurse të sillemi në mënyrën më të përkryer me të tjerët. Por ama kemi dhe kishën, C-ja, pra ABC-ja, komuniteti, familja e besimit, ku bashkë me njëri tjetrin adhurojmë Zotin, bashkë me njëri tjetrin ndajmë barët, qajmë hallet, ndihmojmë njëri tjetrin, lutemi për njëri tjetrin, i shërbrejmë njëri tjetrin. Pra krijojmë shoqëri të cilat janë shoqëri pa interes. Domethënë interes aty ka, por është interesi i rritjes shpirtërore. Është interesi i ndihmës ndaj njëri tjetrit. Nuk ka interesa të ulta, interesa që nuk nderojnë Zotin dhe nuk nderojnë tjetrin. Pra një është një test në dashuri dhe në të vërtetë. Tani të treja këto, jo se aja është e para, B-ja e dyta, treta, të treja janë të barabarta. Që do thotë komunikimi me Zotin, lutja, ushqimi me fjalën e shenjtë, ushqesh mendjen, ushqesh zemrën, shpirtin, është fjalë e gjallë dhe vepruese fjala e Perëndisë. Dhe kisha ku ne prap adhurojmë, ushqemi me fjalën, ndreqemi, bindemi, mësojmë, rritemi në bashkësi. Atëherë përmbushet jeta e krishterë dhe njeriu rritet shpirtërisht. Pra, ky është aspekti i parë i grave që i druhen të ndryshe përkushtohen Perëndisë. Lutje, leximi i fjalës dhe kisha. Dhe kështu gruaja bëhet e perëndishme ose shpirtërore. Dhe perëndishmëria është qëndrim pikë së pari ndaj Perëndisë. E bën këtë gjë për Perëndin. Dhe patjetër që na Perëndia merr bekimet pastaj, pra e bën dhe për veten tënde. Se Perëndia ka dëshirën më të mirë për të gjithë. Si thot për shembull tek Jeremia, thotë unë i di mendimet që kam për ty, thot Zoti, mendimet të së mirës dhe jo të së keqes, për të të dhënë thot një të ardhme dhe një shpresë. Pra këtë dëshirë të zemrës Perëndia ka për secilin nga ne, edhe për gratë. Pra ka mendimet mira dhe jo të së keqes, vetëm të mira ka Zoti. Dhe do që të japi një të ardhme dhe një shpresë. Atëherë thjesht fare, si është ardhme më mirë? Në rrugë të sigurt me Zotin apo pa Zotin dhe vendos të ide? Po pyetja tjetër, sa gabime bëjmë ne gjatë jetës? Po sa të duash? Dhe lumaj që shikon se ka dhe njerëz që thonë unë s'bëj gabime dhe ky ka gabime më të madh. Pra, nëse vendosim të ecim me Zotin, atëherë kemi hedhur në hapin e parë të perëndishmëria. Lutje, mësimi i shkrimit të shenjtë, fjalës së tij, të frymëzuar dhe kisha. Dhe qëndrimi tham ndaj Perëndisë pikë së pari, dhe Perëndia e bekon jetën atij që fillon ecën në rrugën e tij. Tani do ketë aty vështirësi, se edhe i ligu, pra djalli nuk flegjun,
është 24 orë në punë, me njerëz të ndryshëm, situata të ndryshme, më thet tash që ta pengojë të njeriu të dekurajojë shtesë tek rrugë. Por nëse njeriu, gruaja pra në rast konkret, ngul këmbë për të ecur në rrugën e Zotit, në mënyrë që të marrë mbrojtjen e tij, bekimet e tij, atëherë shpërbimi do i kthehet shumë fish. Nëse do rezistoj këtyre sulmeve djallëzore, se djalli do sulmoj patjetër kur njeriu hedh ka. Dhe ky qëndrim që tham është diçka që përfshin së pari frikën e shenjtë që përdorëm pak më parë, pra ti druhesh Perëndis. Është frika e shenjtë ndaj Perëndis. Nëse zhvillohet në zemrën e njeriu një frikë e shenjtë ndaj Zotit, atëherë shkrimi i shenjtë na thotë që kjo frikë është fillimi i urtësisë. Pra direkt u automatikisht hapen portat që Perëndia derdh mbi njeriu që ka frikë Zotin, derdh frymën e urtësisë. Sepse ky njeri përulet nëse ka frikën e Zotit. Dhe shkrimi i shenjtë thotë që vetëm të përulurit marrin hirin e Perëndisë. Dhe hiri është dashuria dhe mëshira e tij e pamerituar për ne. Pra kur jemi nën hir, jemi nën forcë, nën urtësi dhe në dashuri. Dhe si mund ta kuptojmë këtë gjë, që jemi nën hir, kur te ne fillon shfaqet dashuria për Perëndin. Nëse do kemi dashuri për Perëndin, Atin ton, krijuesin ton qellor, atëherë kuptohet që jemi nën hir, se kemi marrë forcën, kemi marrë urtësinë dhe dashurinë. Dhe kjo dashuri është ndërlidhje e dashurisë së tij me dashurinë tonë për të. Pra krijohet këtu një marrëdhënie. Dhe si e kuptojmë që jemi të dashuruar me Perëndin, që jemi në një marrëdhënie me dashuri? Pika e tretë, kur kemi etje për Perëndin. Që do thotë për ditë, ne jemi të etur, madje edhe të uritur për fjalën e tij. Pra duam jo vetëm ta lexojmë Biblën, por duam ta kuptojmë fjalën e Perëndis. Duam ta bëjmë pjesë tonën. Duam gjithmonë të dimë më shumë, të thellohemi në atë fjalë, sepse është fjala e jetës e kur nuk mbaron Bibla. Domthon mbaron po ta lexosh, po gjithmonë dhe mbesoni miq, këtu po ndaj pak nga dëshmia ime. Ka libra në Bibël që kam lexuar me 10 herë. Dhe prapë kur i hap sot dhe i lexoj, më duket sikur nuk e kam lexuar asnjëherë. Sepse përmes fjalës së tij Perëndia na flet. Na flet Perëndia përmes shkrimit të tij. Se nuk është fjalë libri, fjalë shtypur, fizikisht ashtu është. Por fjala të flet ndryshe, fjala e Perëndis dhe të paktën në dëshmia ime, po edhe shumë vëllezërve dhe motrave. Pra ato thonë që Perëndia i flet sipas situatave të jetës. Sa herë lexojmë Biblën, fjala e Zotit i flet për situatën e jetës që ato po kalojnë. Për shembull, ka një motor probleme në familje për shembull. Lexon, lutet, mediton mbi fjalën e Zotit dhe Zoti flet pikërisht për situatën e familjes, si ta zgjidhë. Pra di një rast për shembull, kur kishte një moment konflikti, Zoti i foli dhe i tha fale. Fale atë njeri. Dhe ky njeriu Perëndis e fali dhe u zgjidh çështja. Shkoi në paqe dhe riformuan marrëdhënien e tyre. Pra Zoti flet, janë misteret e tij. Po flet ama ato që shkruajnë në Bibël, nuk flet jashtë fjalës së tij. Nëse flet diçka që është jashtë Biblës, atëherë dijeni që nuk është nga Zoti. Prandaj duhet kjo etje për Perëndin. Që të kuptojmë edhe gjërat që janë nga Zoti dhe gjërat që janë nga Zoti, të ecim vetëm në dritën e shkrimit. Pra frika e shenjtë na hap urtësinë, forcën dhe dashurinë, dashuria na lidh me Perëndin dhe kjo dashuri na çon tek fjala e tij. Dhe jetojmë në frymë dhe në të vërtetë. Janë të dyja e njëjta gjë. Fryma e shenjtë të shkrimit na çon. Dhe çfarë do thani gjatë kësaj mënyre jetese formohet një qëndrim tek besimtarja e krishterë. Dhe ky qëndrim prodhon një karakter të fortë të gruas krishtere. Pra ka natyrën e saj femërore, patjetër është ndryshe nga maskullore, por ama karakteri i saj prej gruaje bëhet i fortë. Dhe ajo reflekton një sjellje të perëndishme. Ka në bazë atë që thamë, thjeshtësinë, ulësinë, modestinë, dashurinë, lirësinë. Pra bëhet më tepër grua
sipas Perëndisë, dhe jo grua sipas botës që është të çon në vulgaritet, prisur të faktikisht. Dhe çfarë mund të nxjerrim nga kjo pjesë e mësimit si mesazh është që pa perëndishmëri, pra pa rritje shpirtërore në frymën e shenjtë dhe në fjalën e Perëndisë, si vlerë kryesore për jetën. Vullneti i Perëndisë, pra plani i Perëndisë për gruan besimtare, do duket i pakuptueshëm dhe i papranueshëm. Pra nëse një grua e cila nuk ka hedhur të hap të rritjes shpirtërore, çuaj mund të gjejë edhe këtë mësim. Këto gjëra do i duken, do thotë çfarë po flet. Sepse është larg vullnetit të Perëndisë, është larg planit të Perëndisë për jetën e saj. Pra është e mbyllur në aspektin shpirtëror. Tani ka dhe gra që thonë vetës, unë jam shpirtërore, unë thonë bëj yoga, bëj këto, po s'kan lidhje me Perëndin. Kanë filozofi dhe tradita njerëzore. Tani ka dhe njerëz që luajnë me xhindet, luajnë me, do të thotë shpirtra me xhindet, ti dini. Po janë djaj, vinë nga djalli. Pra shpirti janë edhe këto, dhe po të luash me xhinde një shpirtërore, po çfarë shpirti po merr? Po merr shpirtin e shenjtë, që është vetë Perëndia, po merr shpirtin e djallit. Dhe kam dëgjuar dhe gra që merren me këto, bëjnë këto yoga, meditime dhe i hapen këtyre që ato thonë kanaleve energjive. Po në fakt aty po luajnë me xhindet, po fusin janë të njëjtat gjëra që luajnë këta ciganat ose sepse andevin nga India, janë tradita filozofike dhe duhet të ndalen pastaj. Dhe thonë po ndihem mirë, po patjetër që ndihesh mirë se shkrimi i shenjtë thotë që djalli vet shfaqet si angjëll drite. Nuk shfaqet i shëmtuar ai të jep dritë gjëra, ai shfaqet si angjëll drite me butësi, të ngrohtë, të bën të ndihesh mirë. Djalli, po flasim për djallin. Dhe çfarë bën ai të fut mashtrim që asnjëherë mos njohësh vullnetin e Perëndisë dhe mos të shpëtohesh për në parajs. Pra të mban të lidhur me këto gënjeshtra, me këto iluzione. Dhe fillon mirë, po pastaj veten të shes. Prandaj duhet patur shumë kujdes. Nëse fryma që dikush mendon se është një frymë nga Zoti, nuk të çon te fjala e Perëndisë, nuk të çon te Bibla, atëherë nuk është nga Perëndia. Prandaj rikthehemi që vetëm gratë që hedhin hapin shpirtëror nga fryma e shenjtë, ato do fillojnë të kuptojnë dhe të pranojnë, pra të kuptojnë, po edhe të kuptojnë, po edhe të pranojnë vullnetin e Perëndisë, që është plani i Perëndisë për jetën e tyre. Dhe ky plan nuk ndahet dot nga fjala e shenjtë. Pra nga fjala që Zoti ka folur përmes profetëve, vetë Jezu Krishtin dhe apostujve, pra Bibla. Dhe folën për perëndishmërinë, po le të shkojmë pak rreziqet. Një rrezik e përmenda janë këto traditat lindore, që po janë shumë në modë sot. Në fakt janë thjesht përsëritje se kanë qenë që në kohën e hipive. Në kohën e hipive në Amerikë, në vitet 60, ku filloi shturja që njerëzit zhvisheshin, drogoheshin mas, kryenin orgji kolektive në natyrë dhe dëgjonin muzikë, merrnin drogra. Pra ishin të frymëzuar dhe ata, por çfarë frymë është kjo që bën njeriu më keq se kafshë? Pra ata që mendojnë se lëvizja e hipive është diçka me vlerë, atëherë po pranojnë degenererimin si vlerë. Tash aty shkatërrohet familja, shkatërrohet martesa, ka vetëm shturje, degenerim, kurvëri, ka drogë, vdekje. Nuk kam parë në një, edhe nga ata artistë që luanin atë, të gjithë kanë vrarë veten, ata më të njohur. Jimi Hendrix, Jim Morrison, Alanis Morissette dhe të tjerë në qoftë emra të njohur, se më vjen në mend tani. Rastësisht. Ja di Zotit. Kanë vrarë veten. Pse? Sepse djalli pra i çon, ato janë fryma djallëzore, do ta kuptojmë të gjithë, duhet ta sikur ta vëmë vatën vesh. Jo çdo frymë vjen nga Perëndia. Dhe si puna e atyre, shohim pak dhe shoqërinë moderne sot për gratë. Pra çfarë bllokon gruan që të bëhet shpirtërore? Çfarë bllokon gruan që të njohë planin e saj, planin që Zoti ka për të? Dhe rreziku i parë është ai që njihet si pavarësia dhe stili i jetesës.
Pra janë dy mësime shumë të hapura sot, sidomos me rritjen e internetit në botë, që mësojnë që gruaja duhet të jetë patjetër e pavarur. E pavarur nga burri, e pavarur nga të gjithë, mos ketë e pavarur totalisht, vendosi vetë. Dhe stili i jetesës për të qenë, si thua, në një stil modern, siç është në modë, në fakt. Dhe për një grua të krishtere, këtu duhet të shohim diçka me rëndësi që pavarësia vetvete nuk është e keqe, por ama Perëndia në Bibël është Perëndi i rregullit. Dhe sidomos për një grua besimtare të martuar, Zoti ka vënë një hierarki në familje. Sot kreu i çdo gruaje është burri i saj. Sepse u krijua Adami i pari. Dhe kreu i burrit është Krishti. Por ama edhe kur burri nuk është besimtar i krishterë, është jo besimtar ose i përket besimit tjetër, çfarë si ka. Pra, kreu e asaj gruaje është burri. Flasim për gruan e martuar. Dhe ajo ka detyrim nga Zoti ti bindet burrin, ta nderoj burrin dhe ta respektoj burrin. Dhe mosbindja falet vetëm nëse burri është hyrë të mëkatojë. Nëse burri është hyrë në mëkat, që thotë të shkoj kundra fjalës së Zotit, atëherë gruaja ka të drejtë të ketë këtë mosbindje ndaj burrit. Por në çdo aspekt Bibla thotë që kreu i çdo gruaje është burri. Dhe kreu i çdo burri është Krishti. Kurse për sa i përket pavarësisë që bota promovon, që promovon jo vetëm të pavarur nga burri, por të pavarur dhe nga Perëndia. Pra bu Zoti vetes, vendos ti çfarë është e mirë dhe e keq. Ky mësim është mësim djallëzor. Dhe i ka rrënjët që në Zanafill, që tham djalli dhe djalli Luciferi, në figurën e gjarprit, fundoi gruan dhe i thot mos t'i bindet Perëndisë. Pra i ka rrënjët në rënjen në mëkat. Tek Zanafilla kapitulli 3 jepet kjo histori. Këtë i mësoi Satani njeriu, të jetojë i pavarur nga Perëndia dhe vendos ti vetë çfarë është e mirë dhe e keq. Dhe kjo është edhe alfa, pra rrënja e doktrinës sataniste. Thjesht ta dim. Dhe nuk është për të çuditur nëse dikush nga ju mund të thotë për ç'është kjo kështu, po tham Satani shpaqetësinë në dritë. Dhe çfarë bën ai pavarësinë që është një parim i krishterë dhe i perëndishëm, ai e kthen në rebelim ndaj Perëndisë. Pra Perëndia patjetër që lë njeriu të lirë, sepse është dashuri dhe pa liri nuk ka dashuri. Ama do është i varur nga burimi që është Perëndia. Fryma e shenjtë dhe fjala e tij që të drejton. Sepse nëse nuk ke frymën e Perëndisë dhe nuk drejtohesh nga fjala e Perëndisë, atëherë shkon në shkatrim dhe shkon në ferr, atë që do vetë djalli. Dhe djalli këtu luan pra e merr parimin e Perëndisë, po e shtrëmbëron. Pra merr pavarësinë që është parimi krishterë biblik dhe e shtrëmbëron dhe çon në rebelim, pavarësinë nga Perëndia. Dhe kështu ndodhi që me njeriu e parë, pra me Evën, gruan e parë e cila vendosi të jetë pavarur nga Perëndia në përcaktimin e të mirës dhe së keqes. Pra filloi njeriu i parë ta vendoste vetë. Dhe çfarë sjell deri në ditët e sotme, për shembull lufta për drejtat e grave. A është gjë e mirë? Po gjë e mirë është. Puna është që, si thua, ky gjë po shkon në luftë të vërtetë, sepse gratë kanë shpikur dhe lëvizjen feministe, e shumë lëvizje të tjera që janë si fe më vete. Pra mos harrojmë humanizmi, feminizmi, izëm, komunizëm e tjera, janë të gjitha fe, ideologji që vjen kundra Zotit. Dhe çfarë ndodh? Feminizmi shkon tani u rrem burrat. Dhe që Zoti thotë kreu i të zhburri tani. Tani si është më mirë kur një grua e perëndishme, po flasim këtu për një grua shpirtërore, me sjelljen e saj të perëndishme, fiton dhe burrin, që dhe burri të besojë në Zot dhe të ndryshojë zemra e tij. Apo një grua që kundër vjet burrit, ndahet nga burri, lë fëmijët jetim, shkon me një burr tjetër, vazhdon andej këndej, domethënë siç bëjnë një pjesë e madhe sot. Për fat keq dhe për të ardhur keq, një krishter duhet të qajë shpirti për të gjëra. Prandaj ai flasim. Pra si është më mirë?
Por rruga e dytë duket më thjeshtë, se kështu e nxit djalli njeriu. I thotë ti je pavarur, lëre të burr, lëre fëmijët, ik vazhdoj jetën tënde. Duket si më e thjeshtë. Por nuk kemi parë asnjë rast kur gruaja shkatron familjen dhe të ketë një të lumtur. Asnjë rast. Unë di dhe raste vetë, nga njerëz të njohur, që fatkeqësisht kanë shkuar në këto vendime dhe kanë përfunduar edhe në vdekje kanë përfunduar. Aksidente në tjera tjera. Pra, edhe lufta për pavarësi dhe për drejtat e grave të tjera, nëse bëhet pa perëndishmëri, ajo sipas ligjit të Zotit, atëherë çon në shkelje të rendit të Perëndisë. Dhe ai që shkel ligjin e Perëndisë, do korrë pasojat, çfarë mbjell njeriu atë do korrë të shkelë. Kështu që ky është çfarë mund të nxjerrim deri këtu. Pavarësia është e mirë, po brenda ligjit të Zotit. Pra, të gjithë jemi të pavarur, por të gjithë jemi, si të thuash, edhe para Zotit, dhe do japim llogari Zotit për veprat tona. Kështu që jo pavarësi nga Zoti. Së dyti stili i jetesës që promovohet sot, kryesisht dominuar nga dëshira për një jetë të bukur, dhe kjo nuk është diçka e keqe, madje është e natyrshme. Pra të kesh një jetë të bukur, të kesh kushte komode, të kesh ndoshta një shtëpi të mirë, nuk e di. Por gruaja e krishtere, sado që mund të dëshirojë një jetë të bukur edhe një jetë komode, gjithmonë vlen që të shohë prioritetet e jetës saj, pra përparësitë. Dhe përparësia është të dedikohet rritjes shpirtërore. Që do thotë mos të ketë komoditetin apo luksin, apo pushimet apo udhëtimet si prioritet të saj. Sepse kjo të çon në idhutari pastaj. Por të dedikohet gjithmonë pikë së pari rritjes shpirtërore. Dhe sa më shumë të dedikohet rritjes shpirtërore, do gjej komoditet dhe kënaqësi dhe paqe në zemër dhe gëzim edhe në kushte jo fort komode fizike. Këtë e premton vetë fjala e Zotit. Sepse jeta e njeriu, thotë Jezu Krishti, nuk varet nga ajo çfarë i ka, varet nga ajo çfarë është. Dhe çfarë është njeriu? Njeriu është çfarë mendon në zemrën e tij. Dhe nëse në zemrën tonë mendojmë gjëra që nuk janë të perëndishme, atëherë patjetër që luksin dhe komoditetin do kërkojmë. Ka që thënë dua të ikim në një vend tjetër, dua të ndryshoj këtë, dua të ndryshoj shtëpinë etj, s'kem ndjeje më mirë. Edhe mund ndihet një javë, 2 javë, dhe një muaj. Kalon një muaj prapë s'këterë. Sepse po e thot Zoti, nuk varet nga mbushullia e gjërave që ti zotëron. Jeta e njeriu. Varet si mendon ti në zemrën tënde. Dhe nëse ti mendon sipas fjalës së Zotit në zemrën tënde, atëherë do kesh paqe në zemër. Sepse ke një sistem vlerash tjetër. Ke të parin Perëndin dhe je i mbushur nga Perëndia dhe ecën në dritë. Një shembull që mund t'i japim është në librin Zanafillit 19, për shembull gruaja e Lotit. Pra shkurtimisht për ata që nuk e dinë kontekstin e shkrimit ose nuk kanë dëgjuar më njëherë, është ky Loti, gruaja e tij dhe 2 vajzat, pra kushëriri i profetit Abraham, që zgjodhi të jetonte në një qytet të pasur dhe të zhvilluar. Ndryshe nga Abrahami që ishte i kënaqur me atë që kishte Perëndin të parin dhe vendosi të jetonte në një vend shkret. Pra kur ata ndon tokat, të patën një konflikt barin të tyre, sepse ata ishin të dy njerëz që zotëronin pasuri, dhe u ndan. Dhe Loti shkoi në fush, pra në Sodom dhe Gomorë, kurse Abrahami qëndroi në ato kodrina të shkreta. Po çfarë ndodhi? Sodoma dhe Gomora jetonin një jetë pa Zotin. E pa Zotin thamë të çon në degenerim, në degradim, në shkatrim, pra bëheshin të gjitha të këqija. Pra të gjitha të këqija. Derisa Zoti vetë vjen me 2 angjëj për ta ndëshkuar Sodomën. Dhe 2 angjëj shkojnë, marrin Lotin, 2 vajzat e tij dhe gruan dhe i thonë: "E jani me ne, por mos e ktheni kokën mbrapa kur ne të shkatrojmë me zjarr dhe squfur nga qielli Sodomën dhe Gomorën. Sepse nëse ktheni kokën, pra nëse shikoni mbrapa, pra ec para pa kthyer mbrapa, nëse ktheni mbrapa do ketë pasojë vdekëtuese."
Dhe që t'i shpëtuan ata shkuan, por gruaja e Lotit pati një moment kur ajo e ktheu kokën mbrapa. Pra pati mall, pati keqardhi që po linte atë vend që për të ishte jepte rehati, jepte komoditet, jepte kënaqësi materiale. Por që nuk I bënte përshtypje degenerimit dhe degradimit saj shpirtëror. Dhe çfarë ndodhi ajo direkt u shndrua në mënyrë të mbi natyrshme në statuj kripe. Në statuj pra e ngurtë kripe. Pse ndodhi kjo? Sepse zemra e saj mbeti në Sodom. Pra e donte më shumë materializmin se sa vetë jetën e saj, shpirtin e saj. Dhe vlerësoi më shumë rehatin se sa bindjen ndaj Perëndis, që është krijuesi I gjithësisë, I universit. Pra ky është mesazhi që Bibla flet për stilin e jetesës dhe pavarësinë. Pra pavarësia thamë nuk duhet të jetë pavarësi nga Zoti, pra që ne të dalim nga rruga e Zotit, nga plani I Tij për jetën tonë, por gjithmonë të priremi të njohim planin e Tij për jetën tonë. Që të kemi bekimet që ai premton, pra ata që I bindën, se vetëm ata që I bindën Zotit, ata do kenë bekime. Dhe pyetja këtu për reflektim, pra pyetja e parë, ku e shpenzoni kohën dhe vëmendjen tuaj? Pra shumicën e kohës dhe vëmendjen tuaj. Në bashkësi me Perëndin, thamë lutje, studimi I Biblës dhe kisha, apo kujdesi për pamjen e jashtme. Një pyetje shumë e thjeshtë. Në bashkësi me Perëndin apo kujdesi për pamjen e jashtme. Dhe pyetja tjetër është çfarë ju gëzon më shumë? Rritja juaj shpirtërore apo miratimi I njerëzve? Të ndryshe, ti pëlqeni Zotit apo ti pëlqeni njerëzve? Çfarë mendon Zoti për ju apo çfarë mendojnë njerëzit për ju? Kjo është pyetje për reflektim këtu. Nga vdi Zotit dhe vazhdojmë më tutje rreziqe të tjera në këtë botë ku jetojmë, rreziqe shpirtërore. Pra bota mëson për statusin dhe dëshirat. Statusi është që bota vlerëson karrierën, pra të kesh një karrierë të mirë, të kesh një edukim prestigjioz, dhe atë që quhet si martesa e mbarë ose martesa me fakt. Në fakt ne si krishterë prandaj kam bërë dhe këtu në thonjza, sepse nuk ka martesë të mbarë, nuk ka. Në sensin është që çfarë përgjegjësie marrim ne për martesën. Ta duam ta shpëtojmë martesën, të investojmë te martesa, pra ne e bëjmë të mbarë martesën. Gjithsesi. Pra karriera, edukimi, martesa nuk janë gjëra të këqija. Bibla madje nxit që njeriu të punojë, njeriu të ftojë një uri, patjetër njeriu të ndërtojë familjen nëse ai ka marrë të vendim. Absolutisht, për gratë është njëjta gjë si për burrat e Zotit. Pra nuk janë gjëra të këqija, por prap kthehemi te prioritetet. Cila është më e rëndësishme? Karriera apo perëndishmëria? Edukimi apo perëndishmëria? Martesa apo perëndishmëria? Pra Zoti mbi të gjitha apo të gjitha këto mbi Zotin edhe Zoti bëhet një në ato? Pra ky është problemi. Dhe nëse kthehemi prapë te zona filla 19, vargje 31-32, kemi vajzat e Lotit tash, që mbjetuan me babain e tyre. Dhe çfarë ndodhi? Ato pande vdekjen e Seomës, që u kthyen në statuj, por kur ishin me babain e tyre, u shqetësuan më tepër për statusin e tyre të martesës, se sa për mbjetesën që kishin. Dhe kryen atë që është një mëkat shumë I madh, mëkatin e incestit. Ato vdehen babain e tyre dhe kryen marrëdhënie intime me të dhe mbeten me barë nga babai dhe lindën aty që do quaj kombi më pasi Moabit dhe përgjithësi të tjera, ku që lindën një komb që ishte në rebelim me Perëndin. Pra mëkati ishte aq I madh, nëse vetëm ta imagjinosh është rënqetës, saqë edhe pasardhja e tyre, djemtë e tyre, djemtë e djemve, bijtë e bijve me radhë, të gjithë çfarë lindën atë komb, ishin të gjithë në rebelim me Perëndin. Pra një komb në mallkim, sepse ishte fara e tyre, fara e mëkatit, kështu që bollën pasojë tragjike edhe për kombet, jo vetëm për veten e tyre. Pra ngjashëm edhe me gratë e krishterë. Nëse shqetësohemi më tepër për statusin, për karrierën, për arsimin, për martesën, se sa për rritjen shpirtërore që vjen sipas besimit, besimi vjen sipas fjalës së Perëndis,
që drejtohet nga fryma e dashurisë në shenjtëri, atëherë këtu shfaqen gjithmonë rreziqet pastaj. Pra asgjë nuk do t'i lërë zër vendin e perëndishmërisë. Dëshirat gjithashtu që bota promovon me shumicë, dhe në fakt dëshirat nuk janë gjë tjetër veçse lakmi, pra nxitje e lakmive. Këtu vlen të përmendim që dëshirat e një gruaje janë ndryshe nga dëshirat e një burri. Pra burri ka një natyrë tjetër, ka dhe ai dëshira, por nuk janë aq të fuqishme sa dëshirat e një gruaje. Dëshirat e një gruaje kanë fuqi marramëndse, kanë fuqi shumë të madhe. Pra gruaja ka vetë natyrën e saj që është më e brisht, dhe në saj të kësaj natyre, që flasim gjithmonë është mëkatare njësoj si burri në trashëgiminë e saj, por ajo ka më predispozita, pra gruaja të bjerë pre e lakmive, më shumë se burri. Pra lakmon më shumë se burri. Pra lakmon shumë me sy, pra gruaja ka më shumë sy për të dëshiruar se sa burri. Dhe këtu prap dalim tek fjala e Perëndisë, që këto dëshira duhen drejtuar sipas aspektit shpirtëror gjithmonë, që të mos shkojnë në shkatrim dhe tragjedi, sikurse pam rastin e vajzave të Lotit. Pra kjo energji që është negative, e lakmia, nëse drejtohet, nëse kanalizohet në fjala e Perëndisë, atëherë mund të kthehet në energji pozitive. Nga lakmi mund të kthehet në një dëshirë të perëndishme. Këtu mund të jeni këshill e mirë për gratë që duan të ecin në rrugën e Zotit, që këtë dëshirë ta përdorin për mirë, jo për lakmi. Ne kemi shprehjen më hëngri me sy që thonë. Ose ka sy personi, nga këto kanë dalë, se janë të vërteta ato. Pra syri e përçon këtë forcë. Dhe kur gruaja lakmon një diçka, sidomos kur lakmon gjën e tjetrit, që ka tjetri dhe ajo nuk e ka, ajo bëhet diçka shumë negative dhe ka forcë shumë të madhe negative. Po kur e kthen atë në pozitiv, për shembull nuk e lakmon gjën e tjetrit, po thotë ta bekoj Zoti këtë, e zëm këtë grua që ka këtë gjë. Sa mirë që e ka kjo, Zoti ta bekoj. Po e marr si shembull. Dhe e ushtron veten në perëndishmëri, gjithmonë të mallkoj dhe jo të lakmoj. Më falni, të bekoj dhe jo të lakmoj. Atëherë nga mallkim kthehet bekim në forca e saj. Kështu që prapë me fuqinë e fjalës së Perëndisë, në frymën e shenjtë, që merr besimtari kur vendos të ecë në perëndishmëri, edhe forca negative kthehet në pozitive. Një shembull tjetër, po që do t'i bëjmë shkurt për të kohës, që është shembulli i Samsonit, i cili ra në dashuri me një grua të një populli mëkatar, që ishte në rebelim me Zotin, më falni, pra Delila. E shohim te gjyqtarët 16. Samsoni ishte një nga gjyqtarët dhe kishte bekimin e të qenurit shumë i fortë fizikisht. Por shohim këtu që Delila, pra me dinakri dhe mashtrim, e joshi Samsonin. A ne në Shqipëri i hodhi sirrën i themi. Janë të shprehje pak folklorike, por që shumë domethënëse. Pra joshi pikërisht dhe Samsonin, që kishte fuqi kolosale nga Perëndia Samsoni. Më falni, ishte burri dhe është burri më i fuqishëm fizikisht që ka ekzistuar ndonjëherë. Dhe vetëm që e joshi, pak një njeri që kishte forcë mbi natyrshme, por e dobësoi dhe bëri peng të armiqve filistin. Në të cilët i thanë Delilës se bënte këtë gjë, pra thoshte ku ishte sekreti i tij, ajo joshi i tregoi sekretin ata që ishte te flokët. Ishte Nazireas ishin që rinin pa qetur dhe parruar, ishte e tillë riti i kohës. Dhe pasi i pren flokët, ata edhe verbuan dhe burgosën. Por çfarë ndodhi? Çfarë shohim? Pra dëshirat e saj, pra kjo lakmi, ndaj burrit që e donte, prapë duke qenë kjo lakmi kaq e madhe, kjo dëshirë kaq e madhe, e pa koordinuar me vullnetin e Perëndisë, sikurse tham, çuan në tragjedi, jo vetëm për Samsonin, por për dy konde. Se edhe Izraeli u humbi një gjyqtar, pra Izraeli dhe Filistejtë u shkatruan, Samsoni më pas uli më këmbë dhe shkatroi gjithë tempullin dhe gjithë që ndodheshin. Pra një dëshirë e pa koordinuar e kësaj gruaje, pra një lakmi e pa kanalizuar sipas fjalës së Zotit, mori në qafë dy konde të tëra. Dhe kuptoni çfarë fuqi shkatruese ka lakmia e gruas, nëse nuk kontrollohet.
Por le të hidhemi tani tek gjërat pozitive, pra pam problemet dhe rreziqet që vijnë kryesisht nga mësimet e botës, janë larg fjalës së Zotit. Këtu le të shikojmë manifestimet e perëndishmërisë, që vijnë sipas ligjit hyjnor, fjalës së Perëndisë në frymën e shenjtë të Zotit. Pra e para që na jepet është bukuria e brendshme. Dhe tu kujdes është diçka shumë e bukur që mësojmë në shkrim. Bukuria e brendshme. Si të arrijmë bukurinë e brendshme? Pra si një grua e perëndishme mund të investoj në bukurinë e saj të brendshme. Dhe është shumë interesante që shkrimi i shenjtë na flet pikë së pari për bukurinë e jashtme para se të shkojë tek e brendshme. Kjo është një gjë shumë e bukur. Pra shkrimi thotë, këtë po e them me fjalët e mia për t'i dhënë interpretim, është fillo një herë nga paraqitja e jashtme, nëse do të rregullosh paraqitjen e brendshme. Dhe tek vargu që pa në fillim, 1 Timoteut 2:9, na flitet për një veshje të përshtatshme. Pra gruaja shpirtërore, pikë së pari, duhet fillojë të vënë një objektiv vetes së saj që të ketë një veshje të përshtatshme. Dhe çfarë veshja si jashtmi do jetë një reflektim i asaj çfarë ajo po ndërton së brendshme. Pra, janë të lidhura të dyja bashkë. Për shembull, nëse një grua e perëndishme apo jo, po e marr si shembull, ka më shumë dëshirë të zhvishet se sa të vishet. Pra delezëm rrugës ose kudo që ndodhet, e zhveshur, pra zbulon pjesë të trupit të saj. Atëherë ka një problem të brendshëm tek zemra e kësaj gruaje. Ka probleme që ne ndonjëherë themi psikologjike, ose ka mungesë vetbesimi, ose hormonale, ose ajo e kjo e ajo, por në fakt janë probleme shpirtërore. Ajo thjesht po tregon që është në kërkim, po është larg Zotit se po kërkon në rrugë të gabuara. Pra ajo kërkon një përmbushje, ndoshta mendon se një burr që do të shkojë do të pëlqejë dhe do të përmbushi. Pra si nevojat e saj fizike, emocionale, shpirtërore, po nuk përmbush dot një burr, një grua. Zemrën e një gruaje përmbush vetëm Perëndia. Dhe nëse ajo shkon e zhveshur për të gjetur një burr të mirë që të përmbushin, në fakt e zhveshur nuk ka për të gjetur një burr të mirë. Po ka për të gjetur një burr që vetëm sheh aspektin fizik, aspektin mishor, siç e themi në histori, dhe jo shpirtëror. Pra nuk do kujdeset për zemrën e saj. Pra duhet pasur shumë kujdes. Prandaj dhe shkrimi i shenjtë në fakt besoj që na çon pikë së pari te veshja, filloje me veshjen. Dhe vishu në mënyrë të përshtatshme. Të ndryshe, vishu për të dukur sa më shumë femërore dhe jo joshese. Vishu për të dukur sa më shumë grua dhe ka shumë bukuri kur gruaja duket grua, duket femërore, se sa joshese. Dhe ka më shumë bukuri kur një grua, qoftë edhe kur prezantohet një burri, vishet në një mënyrë që ai burr të shkojë sytë e saj, të shkojë fytyrën e saj, dhe jo të shikojë trupin e saj. Pra këto janë si këshilla praktike për të kuptuar, dhe unë duke qenë vetë burr, mund të flas këtu dhe vetë duke kuptuar gjërat edhe në këndvështrimi tjetër. Edhe burrat kërkojnë një grua që e vlerëson veten më shumë. Dhe duan të bëjnë me një grua që kur i shfaqet, kur i flet, ata shohin fytyrën e saj. Dhe jo të shkojnë syt në pjesë të trupit. Nëse syt shkojnë në pjesë të trupit, atë problemin e ka gruaja, nuk e ka burri. Tani ka dhe burra që janë jashtë vetë kontrollit të tjera, po po flasim në tërësi dhe sidomos në familjen e besimit, po flasim për të krishterët. Nëse një motër në besim bën të rreq vëmendjen dhe vëllezër në besim, janë vëllezër e saj në besim, janë besimtarë, janë krishterë. Sytë e tyre shkojnë sa ndek në trupin e saj, atëherë nuk është problemi i vëllezërve, është i motrës. Pra nuk po e them të përndrejqje ose për qortim, absolutisht jo, por më tepër si këshilla praktike. Për të kuptuar që veshja e përshtatshme nuk kupton që është mjaft e rëndësishme që gruaja të prezantohet si femër dhe si grua.
dhe jo të joshi me trupin e saj. Dhe këtu do filloj që të shfaqet bukuria e brendshme e zemrës së saj. Këtu do filloj të shfaqet perëndishmëria, që tek aspekti jashtë i saj. Lavdi Zotit për fjalën e Perëndisë që ka kaq shumë mundësi. Dhe nëse gruaja e vë qëllim vetes që të vishet në mënyrë të përshtatshme, në shkrim na thuhet që tani unë nuk kisha një term për ta përshkruar më mirë, por kam thënë vetë mbështetje, pra që e mbështet veten, si thua, jep mund të them vetë kontroll në një farë mënyre. Pra veshja e përshtatshme është vetë kontroll me modesti. Modestia është sinonimi i thjeshtësisë. Pra një grua që do rregullin si në shpirt, ashtu edhe në pamjen e jashtme. Pra këtë mund të mësojmë. Dhe qëllimi i saj nuk është të tërheqë vëmendjen, sikurse tham, por të tregojë bukurinë e Krishtit. Pra jo të tërheqë vëmendjen, por të tregojë bukurinë e Krishtit të tjerëve. Pra ama tham duhet të rregull si në shpirt edhe në pamjen e jashtme. Janë të lidhura bashkë, ato nuk ka mundësi të jesh shpirtërore, ta kesh të rregull balancë së brendshme dhe të vishesh vulgare. Është e pamundur. Gjithashtu të ketë respekt për trupin e saj, sikurse tham, të ketë një ndjesi pozitive për trupin e saj, që do thotë një zemër e ndjeshme që kupton edhe të tjerët, pra ndjenjat e të tjerëve, dhe shmang atë që është e turpshme ose jo është. E tham dhe pak më parë. Pra gruaja shpirtërore bën çmos, duke ditur që jeton në raport me të tjerë dhe syt për të parë janë dhe të tjerë do e shohin, bën çmos që të vishet dhe të paraqitet në një mënyrë të tillë që mos të jetë e turpshme dhe e joshse, mos bëhet skandal për të tjerë. Dhe të gjitha këto do formojnë urtësi ose një mendje të shëndosh dhe vetë kontroll tek gruaja. Dhe një mendje balancuar dhe disiplinuar. Dhe tham disiplinimin e marrim nga besimi, nga rritja shpirtërore, që është studimi i fjalës Perëndisë, që ndihmon për të kontrolluar të gjitha fushat e jetës. Dhe në fakt vetë apostulli Pali shkruan dhe Timoteut, dhe ku morëm këtë letrën, që perëndishmëria është e vlefshme për çdo gjë, ushtrimi në perëndishmëri. Pra stërvitja në shpirtërore. Stërvitja shpirtërore, po them fjalë të tjera, vlen për çdo fushë të jetës. Të tjera gjëra që marrim nga shkrimi i shenjtë dhe vinë deri në fundit, të dashur miq, manifestimet e Perëndisë, pika 2, bukuria e jashtme. Shkrimi na thot jo me flokë të thurur, jo me ar, jo me margaritar, jo me rroba të shtrenjta. Që do të thot, mos investosh para, le të themi, ose kohë dhe para tek materialet, tek materializmi. Tani kur shkrimi thot jo me rroba të shtrenjta, jo detyrimisht përjashton rrobat e shtrenjta, sepse ka rroba që janë një cilësi më të mirë, që vlen më shumë. Por e ka më tepër për këtë, dhe flet më së shumti për këtë smundjen e kohës tanishme që ne jetojmë, që njerëzit veshin këto markat, firmato. Pra unë vesh filan markë, thot ai, unë jam me këtë, kam filan makinë, kam këtë, pra kur i thua, pra e vini re domethënë gati shuhet njeriu dhe marrin vlerë ato markat. Shumë është vajza që vesh firmato, është ai djali që ka filan makinë. Pra e kuptoni ç'a bëhet domethënë, në sensin këtu e ka shkrimin domethënë. Këtu flet fjala e Zotit. Pra bukuria e jashtme mos të rrjedhin nga gjërat e shtrenjta që ti vesh apo që zotëron. Apo metalet e çmuara siç është ari. Apo çfarë stili bën flokëve, apo i lyen, apo i bën, apo i zgryhen. Ç'i rëndësi ka ajo. Mos të jenë këto gjëra sipërfaqësore domethënë. Për të cilat njerëzit do të vlerësojnë. Nëse njeriu ty të vlerëson për atë që ke dhe jo për atë që je, ky është një problem shumë i madh. Është shumë i madh dhe i rrezikshëm ai. Dhe një grua, sidomos shpirtërore, nuk duhet t'ia lejojë vetes. Do të më falni që unë përdor shumë fjalën duhet. Por është vetë fjala e Zotit që ç'të. Jo se e them unë. Pra mos t'ia lejojmë vetes gratë besimtare që dikush t'i vlerësoj për atë që ka.
se ka një çantë të tillë, apo ka një makinë të tillë, apo ka një shtëpi, apo kanë babain që punon atje, apo çajin këto gjëra. S'jam po sikur mos i kesh nesër. Do të vlerësoj akoma ai njerëz që ka zgjedhur për ta, kalosh jetën tënde. E pra. Pra njeriu duhet vlerësoj për atë që je, jo për atë që ke. Kështu që thënë këto, bukuria e jashtme, sipas Biblës, duhet të rrihet nga ajo e brendshme, dhe t'i nështrojë parimit shpirtëror që folëm. Pra brenda jashtë, jo jashtë brenda. Kjo është e gjitha. Dhe tham, aspekt shumë i rëndësishëm është një shije femërore në veshje. Pra femra duhet të jetë femër, duhet të jetë grua, jo të bëhet si burr, jo të konkurrojë burrin. Pra nëse ky është qëllimi i jetës, është qëllim shumë i cekët. Është një dobësi intelektuale. Shpirtërore po, është edhe intelektuale. Është naivitet. Sikurse dhe jo ndjekje e verbër e modës. Pra moda është një opsion, është një zgjedhje, por nuk është e detyrueshme. Nuk është e detyrueshme. Ne kur ishim pak më të rinj, flisim, thoshim, mund të dalim moda, të dalësh rrugës me mbathje. Dhe qeshnim, thoshim, s'ka për ndodhur kur, po ja që po ndodh. Ka gra, dalim me mbathje rrugës. Aq të shkurtra se janë mbathje, janë. Se ka dalë moda. Po moda mbase del, më falni për shkak të pa mbathje. Çfarë do bëjmë? Të larg qoftë o Zot, e kuptoni çfarë ndodh? Pra njeriu mos të shkojë pranë kafshës, sepse nuk është kafshë, është krijuar sipas shembullimit të Perëndisë në këtë shpirë. Pra moda nuk është e detyrueshme, është diçka e re, është një opsion i ri, sepse është industri më vete dhe ata duan të shqesin ato mallra, dhe shpikin gjëra të reja si veshur e merat, për të shitur. Puna është mos të bëjmë viktim e modës, viktim e industrisë konsumeriste. Por një grua shpirtërore ta konsideroi veshjen e saj, modën që ndjek, si një zgjedhje e urtë, s'qoftë zgjedhje e urtë, që përcjell bukurinë. Bukuri pa u bërë skandal për tjerët. Pa u bërë skandal për tjerët. Dhe veshja, sipas shkrimit, vlen që të jetë pasqyrim i një zemre të mirë dhe të bukur. Pra të ndryshe, çfarë ke në zemër, ashtu dhe do vishësh. Kështu po shkrimi shenjë. Pra këtë kuptojmë. Dhe stolia më e mirë nuk është ari, argjendi, diamantet, rubinët, çfarë janë këto bijuterit. Bibla na thotë që stolia më e mirë janë veprat e mira të një gruaje. Kur një grua sillet mirë në shtëpi, në punë, kudo që ndodhet, është stolia më e mirë sipas Biblës. Pra është më e vyer se margaritare. Është bijuteria më e bukur, sjellja e saj femërore, plot thjeshtësi dhe plot bukuri. Pse? Sepse pasqyron zemrën dhe këtë mëson shkrimi, që bukuria e vërtetë e një gruaje shihet në zemrën e saj dhe në veprat e mira që ajo bën për të tjerët. Kjo është natyra e gruas. Kur Perëndia i thot Adamit, burrit, do të bëj një ndim të leverditshëm. Do thotë që natyra e gruas është të ndihmojë dhe të bëj vepra të mira për tjerët, ka një natyrë më sakrifikuese. Sepse është projektuar nga Perëndia për të qenë dhe nën. Dhe mos kishte këtë natyrë, nuk mban dot as fëmijët. Pra gruaja në thelb është nën, është motër, po edhe motra për vllajin bën shumë, edhe për motra për motrën. Pra kjo është bukuria e gruas. Jo të bëhet si burr apo mëkisë burrat apo të zgjidhë një nga këto tetet e gjini apo të shturet e të shfaqi vulgaritet. Jo, këtë e do djalli. E do djalli dhe përmes njerëzve që nuk e njohin Perëndin dhe pronë shpik gjithon mod, tendencë, thon ku diun. Nuk është e vërtetë, është gënjeshtër të dashur. Të dashur motra, zonja, të nderuara, që Zoti t'i bekojë që të gjitha. Gruaja është grua shpërtuar për të qenë motër, për të qenë nën, për të qenë shoqe. Pra ka tjetër rol këtu. Dhe është më e bukur nga burri, është më e mirë nga burri në këtë aspekt. Burri është më i vrasht, ka tjetër natyrë, është tjetër gjë burri. Sepse është projektuar të punojë, të mbajë, të sakrifikohet, të luftojë, të mbrojë familjen, të kujdeset.
Pra burri është më i ashpër, gruaja është grua. Po gratë si burra si gra, ka marrë fundës, shkot. Është komplet dalje nga rruga e Zotit, është shturja e fundit. Pati dhe Sodoma dhe Gamora që u shkatruan. Dhe përsëri se kam thënë edhe mësime për burërinë larg Zotit, edhe perandorit më të mëdha në botë nuk u shturën nga luftrat, as nga armiqt, as nga betejat e shumta, apo nga komplotet. U shturën kur arritën majën më të lartë të mëkatit. Ishte degenerimi dhe shturja seksuale. Dhe patjetër reflektohet edhe në veshjen, më falni, në zhveshjen më saktë, pa zhvisheshin. Dhe filluan burrat të shkuan me burra, gratë shkuan me gra, marrëdhëniet natyrore që Perëndia kishte dhënë i pervertuan, u shturën seksualisht, u shkatruan pastaj. Sepse u dobësuan, ranë në atë degenerimin, në atë reaktim që mëkati ta jep. Dhe u shkatruan, u shkërmoqën armiqt pastaj. Mos u di që edhe Iliria kështu, perandoria jon shqiptare. Po jap një rast të shkurtër fare për ta kuptuar. Ilirët dhe më saktë fisi i mollosëve, Ilir, fitoi një betejë me Aleksandrin e Madh të Maqedonisë. E imagjinoni dot, pra ishte fort ishte. Po çfarë bën ata, fituan? Dhe nuk ikën të merren masa, po filluan u dehen me verë. Pra pin me shumicë, u dehen, filluan aty në skenat të turpshme, në shturje të gjitha. Dhe kur i zuri gjumi pasaj, Maqedonasit u kthyen, i gjetën aty duke fjetur dhe i vranë që gjithë. Pra e kuptoni çfarë bën shturja, dhe shkrimi i shenjtë thotë mos u deni me verë, që ka shturje. Pra njëri deur shturet. Por mbushuni me frymë, me frymën e shenjtë. Pra kështu edhe me njeriu dhe kështu me ju të dashur motra dhe gra që na ndiqni. Qofshin dhe vajza, dhe uroj dhe shpresoj të keni ndjekur deri këtu, dhe Zoti t'ju bekoj. Në asnjë mënyrë shturja. Dhe mos harrojmë, shturja fillon nga veshja. Të pasur shumë kujdes si visheni. Pra si visheni, sepse rrezaton shpirtin tuaj, zemrën tuaj. Nëse zhvisheni, tregon që keni probleme të zemrës. Po nëse visheni, dhe nuk po them detyrimisht të mbulohemi tani, edhe pse unë s'kam ndonjë gjë kundra, dhe për gratë që mbulohen, që mbajnë qoftë ferexhe, qoftë tjera, Zoti t'i bekoj. Madje amen, shumë mirë, sepse tregojnë që kanë seriozitet para Zotit. Nuk jam fare kundra. Por mbi të gjitha rëndësi ka që femra të duket femër. Dhe jo pranë kafshës. Ma kuptoni drejt të gjithë. Dhe një grua e perëndishme që tregon çfarë ka në zemër edhe përmes paraqitjes së saj. Dhe tham, tregimi më i mirë, storia më e mirë janë veprat e mira që bën. Se kështu ka krijuar Zoti gruan. Të mirë, të butë, të brisht, që t'jetë një nën, t'jetë një vajzë, t'jetë një motër, që bën të mira dhe kujdeset për tjerë. Kjo grua e perëndishme e bën botën përreth saj më të bukur dhe më të mirë. Pra kush e bën botën më të bukur? Burrat e bëjnë? Jo, e bëjnë gratë botën më të bukur. Pra kanë rol gratë në planin e Perëndisë. Burrat nuk e bëjnë dot. Burrat mbrojnë familjen, fitojnë para, bëjnë plane, bëjnë tregti, janë më të ashpër burrat. Nuk e bëjnë dot botën më të bukur. Më fal, më të bukur, se më të mirë mund ta bëjnë pas udhëheqësisë leadership. Gratë e bëjnë botën më të bukur. Që është detyrë shumë e madhe kjo dhe shumë e hyrë nga Perëndia që gratë ta bëjnë botën më të bukur, por para se të bëjnë botën, duhet të bëjnë zemrën e tyre. Dhe zemrën e ndryshon Zoti. Në frymën e shenjtë përmes fjalës së Tij. Dhe përfundim, të dashur motra dhe vëllezër që mund të keni ndjekur gjatë ditës Zotit, perëndishmëria ose rritja shpirtërore duhet të jetë vlera kryesore e çdo gruaje të krishterë. Kryesore. Pra filloje nga rritja shpirtërore, filloje nga afrimi me Zotin. Njohja e Tij dhe njohja e vullnetit të Tij, planit të Tij për jetën tënde, në çdo gjë, në çdo ditë. Nëse e fillon çdo ditë me Zotin, nëse e fillon çdo mendim, çdo situatë, çdo mendim me Zotin, do i shikosh bekimet në jetën tënde. Zoti do ta zbukurojë jetën tënde dhe do të përdorë që të zbukurosh dhe jetën e tjerë.
Gruaja është themeli i identitetit të saj të vërtet dhe ndikimit të saj në botë. Më falni, do më thëmë perëndishmëria, gruaja e perëndishme, se thash vetëm gruaja, më falni, së nxitova. Pra, gruaja e perëndishme është themeli i identitetit të saj të vërtet. Pra, është shpirtërore, siç e ka krijuar Perëndia. Gruan e ka krijuar që të jetë shpirtërore, jo thjesht fizike, jo thjesht mish, të jetë shpirtërore. Dhe njerëzit ta vlerësojnë për zemrën e saj, jo vetëm për pamjen e saj. Tani gratë Perëndia i ka bërë dhe më të bukura, pra do ta pranojmë dhe këtë gjë, kështu i ka krijuar Zoti gratë. I ka krijuar tërheqëse të bukura, kështu janë dhe lavdi Zotit. Po jo vetëm kjo. Çdo grua ka bukurinë e saj, se ka feminilitetin e saj, që është diçka e bukur. Por ama identiteti i saj vërtet është shpirtëror, sepse është krijuar sipas vullnetit, sipas shëmbëtyrës Perëndisë. Dhe sipas identiteti, ajo mund të ndikojë në botë, në shoqëri, në familje, në punë e të tjerë, duke zbukuruar dhe jetën tjetër. Një grua që i friksohet Zotit, që i druhet Zotit siç thamë, që i nënshtrohet vullnetit Perëndisë, dhe i përkushtohet rrugës së rritjes shpirtërore, do të ketë bukuri të brendshme. Ka kujdes, bukuri të brendshme nuk mund të ketë një grua që nuk i druhet Zotit. Një grua që nuk kujdeset për shpirtin e saj. Gruaja shpirtërore do ketë bukuri të brendshme, të qëndrueshme. Pra, jo se do jetë vetëm një herë mirë, e balancuar, do ketë paqe në zemër dhe kaq. Do të gjithë kohës e qëndrueshme. Dhe këtë bukuri të brendshme do ta shfaq në një bukuri të jashtme, me urtësi dhe modesti. Pra çfarë ka ajo brenda, do e nxjerrë edhe jashtë. Pra thesarin e saj të zemrës do të tregojë edhe në pamjen e saj të jashtme. Deri te veprat e saj, që është dhe aspekti më i mirë dhe më i çmuar. Vetëm përmes përkushtimit ndaj perëndishmërisë, rritjes shpirtërore, lutje, fjala e shenjtë dhe kisha. Një grua mund ta përmbush plotësisht planin që është plani mrekullueshëm që Perëndia ka për ta. Lavdi Zotit, të dashur motra dhe vëllezër, ky është mësimi për sot. Unë uroj të jeni bekuar dhe miru gjeshëm në mësimet e tjera. Deri atëherë, Zoti t'ju bekojë fort ju dhe familjet tuaja.